Është tensionuar sërish situata në hyrje të kantierit të aeroportit të Vlorës mëngjesin e kësaj të marte, ku kamion të kompanisë të dyja grup kanë bllokuar portën kryesore, duke penguar hyrjen e nënkontraktorëve të kompanisë Mapco. Siç mësohet, qëllimi ka qenë mos lejimi i vijimit të punimeve nga grupet e kontraktuara prej Mapcos. Të kujt janë këta kamionet që kemi në mbaskrave? Kujt janë këto kamionet? Janë 2 kamionet këtu mbrapa që kanë bllokuar. Po, të cilës kompani? Merret një vendim. Të cilës kompania më le vendimin? Global Security. Jo, këto 2 kamionet, më kthe përgjigje, ti e Global Security. Më kthe këto 2 kamionet që janë këtu. Filmoj pak këto të kamionet. Ku janë? Çfarë kompanie janë këta? Janë të Vias apo janë të dyja grupit? Janë të dyja grupit. Se 2 kamionet të dyja grupit, që nuk është Via, kanë bllokuar hyrjen e kantierit. Më shpjegon dot. Janë qëmgjes tonë kemi ardhur te siguria. Po pra, je qëmgjes, merr masa, të lutem, një sekond. Merr masa, largo 2 kamiona fillimisht, pastaj diskutoj. Merr masa, largo 2 kamiona të grupit. Kush pra? Nëse vini të gjithë prezantorin dhe asi nuk e sjell zotë. Se kanë lënë tabelat. Jo, e di unë. E vetmja gjë që mund zgjidhni ju është që këtu janë 2 kamiona të dyja grupit, janë me logo të dyja grupit që kanë bllokuar hyrjen e kantierit. Nuk janë të Vias ta kamionat. Ju keni kontratë me Via. Të lutem hiq kamionat. Në momentet e para të përplasjes, disa prej nënkontraktorëve të Mapcos kanë arritur të futen me forcë në ambientet e kantierit, por më pas hyrja është mbyllur sërish dhe aktualisht vijon të mbahet e bllokuar nga 2 kamion të vendosur në portën kryesore. Situata mbetet e tensionuar ndërsa konflikti mes palëve vijon të ndikojë drejt për drejt në ecurinë e punimeve për aeroportin. Sipas raportimeve të mëngjesit, hyrja në kantier është bllokuar me kamion dhe përplasjet lidhen me mosmarrveshjen e vazhdueshme mes Mapcos dhe dyja grup për administrimin dhe vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës.